Vëllezër besimtar, jemi duke ecur me një ritëm të shpejt drejt Ramazanit dhe vetëm se sa e kaluam këtë javë, natën e mesit të muajit Shaban, natë për të cilën disa nga dietarët kanë thonë se ka vlerë të madhe tek Allahu. Në këtë drejtim jemi duke shkuar drejt muajit të bekuar, ku ne i shtojmë veprat tona të mira, e i paksojmë ato të liga e të rryra tek Allahu dhe duke shpresuar që të him suksesshëm në sezonin e shpërblimit, në sezonin ku bie rahmeti Allahut më të madhe mbi robërit e tij. Andaj, sikurse edhe çdo garë tjetër e cila ka para përgatitje, po ashtu edhe muaji Shaban është muaj i para përgatitjeve intenzive për një muaj të bekuar sa më të suksesshëm. Andaj, në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, muaji i Ramazanit është muaj i bekuar, është muaj i rahmetit, por është edhe muaj i Kuranit, sepse Allahu në Kur'an po thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji Ramazan është muaj në të cilin ka zbritur Kurani dhe është hudan, është udhëzues për muslimanët. Andaj, këtë drejtim ishte tradit e vetë Muhamedit a.s. i cili e kishte për shprehi që ti përgëzonte besimtarët për këto sezona, po ju vjen një muaj i madh, muaji i Ramazanit apo haxhit a kështu, edhe vëllezër besimtar, kjo çfarë jemi duke bën ne është në këtë tradit, jemi duke përkujtu dhe duke nxit veten tonë për me kallëzu vetes: o ju musliman, dine se jemi duke hi në një sezon shumë të rëndësishme, dhe keni parasysh dhe shteni vëmendjen kësaj kohe që kemi me hy. Andaj, nëse ka nevojë para përgatitje, në një sezon edhe ne i bëjmë këtu për përgatitje. Të nderuar vëllezër besimtar, një prej shkaqeve kryesore që i duhet një besimtari, realisht edhe çdo punë, por më kry suksesshëm është sabri. Andaj pej tashtit robi Allahut do të më unis me u përgatit me sabër, sepse udhurimet kërkojnë sabër, agjërimi është lodhje kërkon sabër, namazi i taravive është lodhje kërkon sabër. Andaj prej tashtit nisani dhe mësoni veten tuaj që të keni sabër në për adhurimet që duke na pritën. Të nderuar vëllezër besimtar, nëse dojna me qenë të suksesshëm në atë çast të ardh, do të me pas parasysh edhe një element shtesë, sabri një, po dhe mja nis me vetë llogarit veten, edhe me shtyt egon ton, me shtyt atë nefsin ton, i cili është pengus për një Ramazan kvalitativ, i cili vëllezër besimtar na pengon me u përmirësu, i cili na pengon me u pendu. Andaj robi Allahut gjithmonë jeton me shpresën e shpërblimit të Zotit, po kur nuk e harron se ka mundësi edhe Zoti mos më të fal, me dënu se s'ke qenë meritor për një gjë të tillë. Andaj, çfarë bën robi i Allahut? Gjithmonë e llogarit veten e tij. Të nderuar vëllezër besimtar, kështu kanë qenë edhe sahabët. Me një rast, sahabët po i thonë dërguarit të Allahut, e dini hadithin e intimitetin, wa fi budikum sadaqa. Kështu ka pejgamberi, në intimitetin tuaj halal, kështu ka sadak, ka shpërblim. E kur e dëgjuan, sahabë këtë hadith u befasuan, sikurse dikush mund mu çudit pse po përmendim, mirë po vëllezër besimtar, po i thot pejgamberi e nëse njeriu e shyn epshin e tij me një rrugë haram, a kish më u dënu për to? Po ja Rasulullah, edhe ai robi Allahut i cili e shfryn epshin e vet në rrugë halal, Zoti për to ka përgatitur shpërblim. E pse kjo vëllezër besimtar? Pse? Sepse jemi në muajin Shaban, edhe jemi duke folur për një koncept shumë të rëndësishëm, ajo është përgatitja për Ramazan. E që kjo nuk kupton se njeriu duhet me menaxhu veten e vet, jetën e tina në për rrugë halal. Do të me menaxhu veten e tina veç ka shkon halalli. E masi na jem të shku drejt Ramazanit, nuk kupton që çato vepra të këqija, çato vepra e urryera që na i kem veten tonë, do të mja nis me i drejtu ka duhet. Do të mja nis me i drejtu ka është Zoti i kënaqur. E jo ka Allahu nuk është i kënaqur. Ka Allahu vëllezër besimtar nuk dën që na me drejtu jetën tonë.
Andaj, sikurse ati që tha në intimitetin tën ka halal, që nuk kupton nëse ti e bën çysh duhet jetën tonë, ki me posh problem, po nëse nuk e bën çysh duhet, ki për të posur në dënim. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo çështje e ka pas arsyen pse ka thonë, se pejgamberi nuk ka fol asnjëherë pa urtësi, nuk ka fol veç hajt të mu shikohen me diçka. Mirë, po çdo thonjë e tina ndërtohet me mësime dhe urtësi. Andaj, cila ka qenë ajo disiplina. Andaj, a ka mundësi vllazni, pët në veten tuaj, a ka mundësi një rob i Allahut me qenë i suksesshëm në Ramazan pa disiplinë? A ka mundësi me qenë një rob i Allahut i suksesshëm pa e llogarit veten e vet se ku po dështon? Pa e llogaritën veten e vet mëkatet e tina, pa e llogarit don ato lëshimet që i kemi secili prej nesh, duke filluar prej meje dhe nuk ka rob mi këto që nuk ka lëshime. Do bëni ndalësh të vllazni. Po na ndodh ka një herë, s'po them shpesh, kur po shkojna në përvarrime, edhe në për të pame, edhe po lutem për të vdekur, më thon Allah ja fal gjinohet, disa po mrolën. Pse po thu kështu? Po vllazni, në Islam nuk ka njeri, Islami kështu na mëson që nuk është mëkatar. Mirë, po më të mirë të mëkatarëve janë ata që pendohen. Andaj këtë drejtim kur na po e shtjellojmë këtë temë, duke thonë se kemi nevojë për reflektim, mos e merrni duke keq, sikurse disa njerëz që si a dinë rënë në festë pyetën rën ku i them Allah e fal këtë vdekun. Po i vdekën në çat moment më shumë ti ka nevojë për çet lutje, se sa tek na që ka nisë më shfaq një farë bidati rrezikshëm, me mojt një fjalim, kjo kon kështë. Jo, me thonë Allah e fal, është ma mirë se sa me orë të tëra mojt fjalime për ta. Me thonë Allah ja dhash xhenetin, është shumë ma mirë, pse? Se sa me mojt ndash me televizion e kush do me të ardha atë, sepse i vdekuri ka nevojë për lutjet tona. Edhe në këtë drejtim, na që jemi gjallë, kemi nevojë vllazni gjithmonë për revlerësim të vetes tonë. Kemi nevojë gjithmonë për auditim. Në këtë drejtim, hadithin e dytë, pejgamberi son që ka marrë me përmend, po thot pejgamberi selam, nuk ka për të hyrë në xhennet ai person i cili ka një kokër atomi me një madhësie në zemrën e vete. Ai që ka sa është kokra atomi, tash po flasim diçka mikroskopike, një çast zere me një madhësi nëse e ka në zemrën e tij, thot nuk hyn në xhennet. E tash ka ardhur çikja po ndëlidhe me çata ditën e parë, të nderuar vëllezër besimtar, të vetmit njerëz që nuk përmirësohen, të vetmit njerëz që nuk bojnë auditimet mbrëmshme, janë me një mëdhajt. Ata që janë arrogant, ata që i duket vetja atina, ja me muska, ose i duket se është më i mirë se çaj që është për skajtina. E shet dikush thot, jo bre se ky është pasanik e ka për me një mallsi, jo bre se ky është fukara veç po janë kështu, jo lla ky është politikan e ka për vota, jo ky kështu, që të çosje në xhami se kanë vendin. Ti duhesh me pas çosjen nefsi, vetja ime, vet ki me dol për Allahut, vet ki me u gjyku, edhe duhesh me pas veç golën tonë. Çka të mjafton, edhe të familjes tonë. Mirë po, me mendu se unë jam më i mirë se ky, është pe gabimeve shumë va, dhe e dyta me mendu se ti nuk ki nevojë për përmirësim, është elementi me një madhësisë. E përmendëm pak më herët të vllazni se gjithë nga ne, duke filluar pe vetes time, tonë jemi gjunaqar. Dhe që të gjithë kemi nevojë me u përmirësu. E në Ramazan ti po do më qenë i suksesshëm, po do më të fal Allahu, mirë po nuk pe i merr sebepet të cilat shpinë drejt këtij statuse, Allah zonë besimtar shumë gabim e kim. Andaj, në këtë drejtim nuk bën më na duk vetja se jem të mirë, edhe ai që është para meje, ose ai kojshia, kush do kuft, është më i keqësone se çtu fillon elementi me një madhësisë. Andaj hadithi vëllezër besimtar është goxha kërcënues, që çosje më me pas ka herë dhe na. Andaj veç me veten tonë edhe me familjen tonë merr, edhe gjithmonë konsideroj veten sikurse Omeri çka ka thonë, tonë mësuan fen, vetëm me ta pa mësu. E kush u kon Omeri, i ka parapri shpallës me mendimin e vet shumë herë. E ka ditë fen, mirë po çfarë, nuk i ka dhënë vetë lloks me mendu se unë e di fen. Andaj këtë drejtim llogaritë veten tonë dhe identifikoj gabimet, lëshimet dhe përmirësoj në Ramazan. Të nderuar vëllezër besimtar, një hadith do përmendim me natën e mesit muajit Shaban. Dietar disa nuk pajtojnë për këtë hadith, por si vlen, në këtë hadith thot pejgamberi selam se Allahu
i shikon robërit e tij. Në këtë natë dhe i fol që të gjithë, përveç se dy kategorive. Mushrikët, ata që bojnë shirk, e përmendën vajzën e xhumos, shirku është mëkat i pestë, Zoti hiç se don, dhe ata të cilët kanë pas ndaj grindje, kacafytje, ndaj keqkuptim, edhe se kanë te kalu për hir të Zotit. Të nderuar vëllezër besimtar, që kjo pjesa e dytë e hadithit mund na kap tonëve. Sepse për një fjalë dina me posjedhnime, e dina mos me fol me vëllon musliman që folëm saf me to për vitet e tëna, andaj pejgamberi çfarë ka thonë që ta se fol. E ti je të shku drejt Ramazanit, edhe po pret që Allah me të folë kështu fuqishëm, don një vetë vëremtari mëkatore, të ndryshme të vogla çfarë do të qoftë, mirë po nuk je në gjendje m'ia thon, m'ia fol vëllautën një fjalë që ta ka thonë nga pakujdesia, nga higarja, apo ka njerëz vëllezër besimtar që nuk i mosin fjalë, mirë po ti pret Allah me të fol një vit mëkate, po ti si në gjendje m'ia bëu halal vëllaut një fjalë, në keqkuptim të vogël. Andaj vëllezër besimtar, udhtimin tonë që ne dëshirojmë me pas drejt Allahut, i cili nuk kupton mëshirë në Ramazan, do të me fillu në Shaban. Në Shaban do të me përmisu vetën, do të me rregullu raportet tona mes neve. E po thot një dietar, për çka po them unë, fjalën e tij për përmendje, nëse ti je në çet kategori që si ke mshël meselet me njerëz, thot shejtani yt shkon burgun e Ramazanit të thonë e mujta robën e Allahut. E mujta se ti je përjashtuar për rahmetit e Allahut. Ty Allah ta ka mshël derën e rahmetit sepse pse ti ke hin Ramazan me dhënim të vëllaut. Ti hin Ramazan nuk i fol me vëllaut për një çështje të vogël. Nuk kena të thonë vëllezër besimtar të problemet e gjakmarrjes, e problemet e mëdha, po ato problemet e vogla që ndodhen secilit prej neve, për parking, kapën njerëz, të lashe, e shtëpisë njëri, vlon edhe nxjerr problem të madh. Andaj, çfarë po thotë ky dietari, hin shejtani rahat në burgun e Ramazanit, sepse ty të ka përjashtu me taktikat e veta për rahmetit të Allahut. Me ka që për në pjesë në portë ytbës, nuk nuk folet Allah, kërkon dhe fole, sa dhe shfaqe më shirus. Alhamdulillah, wahdahu, wassalatu, wassalam, ala man nabiyya ba'da. Të ndërru Allah zë besimtar, jo rasisht i kem zgjidhur të dy hadithe. Hadithin e intimitetit edhe hadithin e mendjemadhësisë. Për çfarë arsye dul baba jon pe xhenetit, për shkak të mëkatit që e bën si pasojë e epshit dëshirës. Edhe për çfarë mendjemadhësie përfundoi, për çfarë mëkati përfundoi iblisi prej rahmetit të Allahut, ishte mendjemadhësia. Që nuk kupton. Sufjan ibn Uyeyne, një pediatër të mëdha, thotë, ai mëkat që e bën robi si pasojë e epshit, thot herë dukur dhe herë me letë Allahut kthehet te Zoti, i pendu me Allah ja fal dhe merr shembull Ademit alayhis salam. Dhe thot kushdo që bën mëkate nga mendjemadhësia. E çto është edhe ajo dera ku robi mendon se vetë është i mirë. S'ka nevojë për mësu, veç ai ku ishia se ka punë të mirë me Zotin, se unë jam për mashallah. Jo, ç'kjo është gabim, nashta ti s'kit më, po të voglaki, e në këtë drejtim asnjë s'jam përjashtum prej nevojës për përmirësim që nuk bën me pas ndjenjën se unë jam mirë dhe nuk kam nevojë për përmirësim. Andaj iblisi, Allah e mallkoft, çfarë bënë? Mas e bënë mëkatin, përfundoi i mallkum dhe i largum prej mëshirës së Allahut. Me një situatë iblisi vllazni, po e cyt Musa alayhis salam. Po thotë ja Musa, ti e ke bë filan mëkatin e Zoti ty ta fali. E thotë unë kum bëni mëkat më të vogël se ti, thotë e Allahu s'ma ka fal. Musa alayhis salam e merr iniciativën dhe ndërmjetson te Zoti, ja Allah, thotë kështu ka thonë iblisi, thotë thuaj atij, thotë se nuk i keron sejdë Ademit alayhis salam. Ti den ku ka vurën Ademi, shko birin sejdë, thotë ta fali mëkatin, edhe kthej mëshirën time. Po thotë iblisi si komron sejdë kur kon gjallë e tash pe bi sejdë për zdekun. Shikoni vëllezër besimtar, mendjemadhësia është pengesë e madhe për mësimit. Mendjemadhësia është pengesë që me të penguar me ron sejdë. Andaj kushdo që është i shoqëruar me mendjemadhësi, shumë vështirë ka mu kthy rrugën e Zotit. Edhe ai besimtar që ka element kibrit,
mendje madhësisë, shumë probleme ka mu përmirësu në rrugtimin e tij drejt Zotit, andaj shehni iblisin gjithmonë fellë ma fellë, e robi Allahut vazhdimisht lufton me përmirësu veten e tina. Andaj këtë drejtim në udhëtimin ton vëllezër besimtar drejt Ramazanit, e respektivisht sezonit së adhurimit të Allahut, se na nuk e adhurojmë Allahun, e marrim një argument dhe me këtë e përfundojmë duke thonë Allahu në Kur'an: ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan, o jo që keni besu, hynë në Islam tërësisht. E nuk bëhet vëllezër besimtar hyra në Islam tërësisht ndryshe, përveç se vazhdimisht duke e korrigju veten, vazhdimisht duke llogarit veten tonë, dhe në këtë drejtim i përmirësojmë gabimet tona dhe jemi sikurse shembulli i Ademit alayhis salam. Po do të më kon sikurse shembulli tjetër, vetëm do të më najt edhe kur gjë mos më bë. Edhe më të dukt vetja se ti s'ka, ti je për mashallah dhe pastaj për të përfundimin e dhëmshëm, mirë pa atë ka për të qenë vull. Vëllezër besimtar, e përfundojmë këtë hutbë duke lutur Allahun që Allahu të na jap zemra të pastra, lutem Allahun që Allahu të na ruaj nga mendje madhësia, nga epshet është shtirë më rujt, sepse ne jemi krijesat që jemi me epshe, me dëshira, mirë për mendje madhësia, inshallah asnjëherë nuk nxan vend në zemrat tona. E kjo nuk bëhet ndryshe, sikurse Allahu na ka përshkruar në Kur'an ummetin e Muhamedit alayhis salam, na kemi thonë se me'na wa atana, o Allah na dëgjum urdhën tënd dhe bindemi, gjërsa Izraelit, ben Izraelit kanë thonë se mena, e kemni, mirë po e kundërshtojmë. Andaj mos bëhen sikurse shembulli i tyre. Andaj mëkati i kibrit është mëkat i madh dhe për to don ka dënim të dhëmshëm. Të nderuar vëllezër besimtar, do e përfundojmë këtë hutbë duke ja bë një ftesë të vogël. Këtë herë e kemi njëtë me qitë postën për me përkrau projektin e xhamisë, renovimit të xhamisë së Shipulit. Në këtë drejtim ju ftojmë kush sa ka mundësi me kontribu, është një shtëpi prej shtëpijave të Zotit. Personalisht nuk ngushtohna me lyp vllazni, se jam të lyp për hir të Allahut. Mirë po, nuk ka ndodhur në këtë xhami me pas projekt që nuk i kam shoqëruar edhe vet me sadaka. Edhe e konsideroj se në këtë drejtim don secili nga neve kush sa ka mundësi me kontribu, me dhon rrugë të Zotit, jemi të ftuar që të gjithë me mundësitë tona. Andaj vëllezër besimtar, do kemi dikon për djelmoshave pas forcës të del, kush ka mundësi kontribone me atë sa kënë mundësi, sepse tek Zoti shpërblehen shumë.